nuk ka qenë fare problematike me thonë se ekziston vetëm një Zot, me pranu këtë logjik e pranueshme. Por Muhamedi është Esadiqul Amin. Tamam, në rregull. Çfarë në urdhnat? Fardhon, bani lidhje fisnore, mos i vritni fëmijët, adhuroni vetëm Allahun e tjera. Po këtë në rregull është. Çfarë ka të keqe? Ama ti kur ti thush kriminalit, kur ti thush atit të keqet, zullumçarit, edhe ai që mirret me pasuri të ndaluar me haram. Ti thush se Allah ta ka bë haram këtu, ai tërbohet, se nuk don me ndal haramin e vet. Për shembull sot një sulm i madh ndaj fesë islamit që bëhet për atyre ku i thosë se Allahu dhe ka ndaluar rakin, e ka ndaluar alkoolin. Edhe thash ai nuk mund ta ndalojë vetes atë, edhe fyn fen pse ai pi vet alkoolin. Pse nuk është natyrshmëria e gatshme me pranu këto urdha të vetë që janë urdhat e pastërt edhe vetë sa herë për ta ngrit. Çefis në kraj shpirtin e njeriu shumë, domethënë e bëjnë të jetë ta grumbulli i parë i sahabëve ishin të tillë, që ishin përgatitur për Abu Bekrin, masimi e lë këtu në periudhën edhe para Islamit edhe në fillet e Islamit, përmendet për Aishës radhiyallahu thotë, kur se kom pa babën tim duke pi alkool. Kur thotë se kom pa babën tim duke rrasë sejdë një idhulli. Të tilla që edhe Muhamedi alayhis salam. Pra ishte një grumbull i shoqërisë. I pari për tim Muhamedi që nuk pajtohej me rrethanat dhe me zullumet dhe me rendin që po ndodhin në Mekë para Islamit. A ka pas njerëz që nuk janë pajtuar me to, po normal, zuar do të ketë, edhe atë ka pas. O thonë, Ebu Bekri e pranoi, po Ebu Xehli nuk e pranoi. Pastaj e pranoi Osmani ibn Affan, nuk e pranoi Ebu Lehebi, nuk e pranoi tjetër. Ata qëndruan. Thjesht është çështje e pranoi. Po disa me vonesë. Ebu Lehebi nuk e pranoi. Disa me vonesë. Çështja e vendimit është çështje personale. Allah xhall kur ta ka sjell vendimin që ajo vepër është haram, nuk të ka imponu. E ka lënë të lirë, ti zgjedh atë. A do ta marrësh, a do ta zbatosh, a do ta praktikosh urdhin apo do të refuzosh? Do ta anashkalosh. Atëherë është në dorë tonë. Ama pse Zoti neve na kufizon? Jo, nuk të ka kufizuar Zoti. A do me qenë xhenemli, nuk nal kurkush, a do me qenë i keq, a do me kon zullumçar, a do me kon vrasës, s'u nal kurkush. Zoti çatojnë të e bosot dynjaja. Dynja sot ka për keq shembull ka shumë, po kush është ai që po del dhe po i lufton këto fenomene negative?